Kush punon në bashki do të marrë nga 20 deri në 40% më tepër në pagën e tij. Nga 93.000 lekë aktualisht, punonjësi i pushtetit vendor do të marrë mesatarisht 111.600 lekë në rastin më të keq dhe 130.200 lekë në atë më të mirë. Shkalla e rritjes së pagave bruto për punonjësit e 61 bashkive u miratua në parim në mbledhjen e Këshillit Konsultativ Qeverisje Qendrore Vendore. Veç rritjes së pagave me qëllim sheshimin e hendeqeve, punonjësit e bashkive në vijim do të trajtohen njësoj si kolegët e tyre që punojnë në ministri edhe në drejtime të tjera. Të paktën sipas dokumentit paraprak, qeveria do të mbështesë bashkitë, duke mbuluar pagën minimale të punonjësve. Ngritja e pagave do të preken edhe kryetarët e 61 bashkive, për të cilët do të ketë një formulë tjetër për llogaritje nga ajo që është aplikuar deri më tani. Detajet pritet të publikohen pasi Ministria e Financave dhe qeveria të aprovojnë faturën financiare që do të sjellë rritja e pagave për afro 37.000 punonjës të administratës lokale.